Krishti unë gjallë. Të dashur besimtar, para se të ndaj me ju këtë reflektim rreth figurës së shenjtë të Shën Gjergjit, dua të ndaj një ndjesi personale që më ka shoqëruar gjatë përgatitjes së këtij punimi. Në botën ku jetojmë, ku shpesh duket sikur forca, zëri i lartë apo pushteti janë ato që triumfojnë, është thellësisht ngushëlluese dhe frymëzuese të ndalësh e të meditosh mbi jetën e një njeriu që zgjodhi të mos bërtas, por të dëshmoj me jetën e tij. Shën Gjergji nuk është thjesht një figurë historike apo një simbol i ikonografisë kishtare, por një ftesë për të jetuar me guxim të brendshëm. Gjatë këtij punimi më kujtoi se nuk është e nevojshme të jesh i fuqishëm sipas botës për të qenë i madh përpara Zotit. Mjafton të jesh i drejtë, i vërtet dhe i gatshëm të qëndrosh në dritë, edhe kur errësira her pas here na tundon. Sot qëndrojmë së bashku për të kujtuar, për të kremtuar, për të nderuar dhe reflektuar mbi figurën e një shenjti të madh, Shën Gjergjin ton, martirin e pathyeshëm, ushtarin besnik të Zotit ton Isu Krisht dhe dëshmitarin e së vërtetës. Ai është një nga shenjtorët më të dashur dhe më të përhapur në traditën e krishterë lindore, por jo vetëm, dhe atë perëndimore. Historia e tij te kalon kufit e legjendës, duke hyrë thellë në zemrën e përvojës shpirtërore të njerëzimit. Luftën ndërmjet drejtës dhe errësirës, ndërmjet të vërtetës dhe mashtrimit, ndërmjet qenies dhe mosqenies. Shën Gjergji lindi në Kapadoki në fund të shekullit të tretë, në një kohë kur perandoria romake ishte e ndarë me sundimit të perandorëve dhe presionit për ndjekës ndaj të krishterëve. Ai, Gjergji ynë, ishte ushtar, një njeri me pozitë dhe autoritet, por mbi të gjitha një burr me besim të thellë. Kur urdhërua të mohonte Zotin Isu Krisht dhe të ofronte flijime e idhujve, Shën Gjergji zgjodhi të mos përkulet. E dhunuan, e torturuan, dhe në fund e vran. Por ai nuk u nda kurrë nga e vërteta që kishte në zemrën dhe shpirtin e tij. Martirizimi i tij ishte dëshmia më e lartë e besimit, një kalim i ndërgjegjshëm nga jeta toksore në jetën e përjetshme. Sot, në dritën e një kujtese të shenjtë, i përulemi figurës e një njeriu të shenjtë që i dha kuptim të ri besimit, sakrificës dhe jetës shpirtërore. Shën Gjergji ton. Ai nuk është vetëm një emër në kalendarin e shenjtorëve, por një simbol i përjetshëm i qëndresës së njeriu ndaj mosqenies shpirtërore, një dëshmitar i të vërtetës që kurrë nuk kalbet. Në traditën e kishës, Shën Gjergji njihet si një martir i dritës, një ushtar i perandorisë romake që në momentin kur pushteti toksor kërkoi besnikëri të verbër, zgjodhi të bindet një mbretërie tjetër, mbretërisë së qiejve. Ai sfidoi autoritetin politik jo për revolt, por për besnikërinë ndaj një të vërtetë më të lartë, atë të Perëndisë triadik, Krishti unë gjallë. Dy qytete janë ndërtuar nga dy dashuri. Qyteti i Zotit, nga dashuria për Zotin deri në përbuzje të vetvetes, qyteti i botës, nga dashuria për vetveten deri në përbuzje të Zotit. Shën Gjergji ynë, zgjodhi qytetin e Zotit. Ai e vendosi dashurinë për Perëndin triadik mbi çdo gjë tjetër, edhe mbi jetën e tij. Në ikonografinë e krishterë,
Figura e shëngjergjit që mposhtë dragojnë nuk është thjesht një alegori. Është një shprehje e teologjisë së thellë shpirtërore. Dragoi përfaqëson jo vetëm të keqen e jashtme, por gjithashtu të keqen e brendshme. Mëkatin, krenarin, dyshimin. Është ai tjetri brenda nesh që na shtyn drejt mosqenies tonë, drejt një jete të pakuptim. Në këtë kuptim, shëngjegji një figurë ekzistenciale. Ai përfaqëson njeriu që i vetëdijshëm për fundin e vet, zgjedh të mos jetojë robëruar nga frika, por të bëjë një akt lirie, një akt të pastër, të jap jetën për të vërtetën, të jap jetën për të vërtetën absolute, të jap jetën për Perëndin ton triadik. Teologjia e krishterë. Mësimet e kishës tonë na mësojnë se martirët nuk vdesin. Ata bëhen të përjetshëm. Kjo ide rrënjoset në konceptin biblik të jetës së përjetshme. Në Ungjillin sipas Johanit, Zoti Jezu Krisht thot: ai që beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Vdekja është mundësia më e vërtet e qenies. Është momenti ku njeriu përballet me fundin dhe zgjedh si do të jetë në vetvete. Shëngjegji ynë, duke zgjedhur të vdes për Zotin Jezu Krisht, nuk i iku vdekjes, por e mbushi atë me kuptim. Ai nuk vdiq nga pushteti, por për një qëllim që e tejkalon kohën, për qenien që nuk shuhet. Shkrimi i Shenjtë na mëson se jeta pa Perëndin triadik është një mosqenie e heshtur, një ekzistencë boshe, një ekzistencë me vakum. Vetëm nëpërmjet Zotit Jezu Krisht, njeriu bëhet pjesë e qenies së vërtet, e qenies së pavdekshme. Shën Pavli gjithashtu na mëson, sepse ne jetojmë, lëvizim dhe ndaj edhe jemi. Shëngjegji e jetoi këtë të vërtet. Ai zgjodhi të humbas jetën që ta gjejë atë në një dimension tjetër, në jetën që nuk perëndon. Shën Maksimi gjithashtu na mëson: ai që e do të vërtetën nuk trembet nga dhimbja që ajo sjell, sepse dhimbja e së vërtetës është më e ëmbël se paqja e gënjeshtërt. Ky citat na kujton se dëshmia e shëngjegjit nuk ishte një akt rebelimi, por një akt dashurie të thellë për të vërtetën, e cila nuk kërkon rehati, jo, por kërkon gatishmëri për të vuajtur për hir të dritës së Zotit ton Jezu Krisht, për të vuajtur për Perëndin triadik. Krishti u ngjall. Në një botë të përfshirë nga relativizmi moral, nga kriza identitetit dhe nga largimi prej vlerave shpirtërore, figura e shëngjergjit ton është një fener që ndriçon rrugën ton. Ai na kujton se e vërteta nuk është çështje e opinionit, por çështje përkushtimi, është çështje ndërveprimi. Nuk mjafton të besosh thjesht me fjalë. Duhet të besosh me jetë, me vepra konkrete dhe reale. Çdo njeri sot përballet me tragojnë të vet, ashtu siç u përballet me tragojnë edhe shëngjegji ynë. Konsumizm, vetmia, mungesa e shpresës, shtypja shpirtërore e shumë të tjera janë tragojnë tanë në ditët e sotme. Por me armët e besimit, të lutjes dhe të dashurisë, ne mund të luftojmë si luftoi shëngjegji ynë dhe të fitojmë. Shëngjegji nuk është një figurë e largët historike. Ai është një simbol aktual për çdo njeri që përballet me sfidat e jetës, me padrejtësitë, me zërin e brendshëm që thërret për drejtësi, për ndershmëri, për dashuri të vërtetë. Në një botë ku e vërteta shpesh relativizohet dhe besimi shpërfillet, shëngjegji na kujton se ka vlera që nuk blihen.
ka besime që nuk shiten dhe ka të vërteta që kërkojnë durim. Edhe pse mund të paguajmë me çdo çmim. Dhunim, injorim, mosvlerësim, akuza e shumë të tjera që ne i hasim në jetën e përditshme. Le të shohim ato si forma flijimi dhe të dashurojmë edhe më shumë të ngjashmin ton. Njeriu. Të dashurojmë më fort atë. Njeriu. Le të shohim shëngjërgjin si një thirrje të gjallë për ta jetuar besimin ton me guxim, me sinqeritet dhe me përkushtim. Ashtu siç bëri dhe ai, shëngjërgji ynë. Sepse në fund, edhe ne jemi thirrur të kalojmë nga qenia kalimtare në qenien e përjetshme, duke mos jetuar thjesht, por duke e dëshmuar fort atë. Shëngjërgji ynë nuk është një shenjtori së kaluarës. Ai është një model për ata që duan të jenë njerëz me Perëndin triadik. Njerëz të vërtet me Perëndin triadik. Me jetën e tij, ai na mëson se kalimi nga kjo botë nuk është fundi, por fillimi i së vërtetës. Le të jetojmë me të njëjtin guxim, me të njëjtin pastërti zemre, me të njëjtin përkushtim, ashtu si shëngjërgji ynë. Krishti u ngjall.